Në varrezat e qytetit të Vlorës po vihet re një situatë shqetësuese që lidhet me mungesën e mirëmbajtjes dhe pastrimit të rregullt. Zona që duhet të përfaqësojë qetësi, respekt dhe kujdes për ata që nuk jetojnë më, sot përballet me problematika të dukshme, të cilat ndikojnë jo vetëm në estetik, por dhe në dinjitetin e këtij vendi. Vizitorë të shumë që frekuentojnë varrezat për të nderuar të afërmit e tyre, denoncojnë për një gjendje jo të denjë. Mbetje të shumta të dala nga krasitja e pemëve janë lënë të shpërndara në rrugicat e brendshme, ndërsa buqeta me lule të thara dhe mbeturina të tjera qëndrojnë të grumbulluara për ditë të tëra pa u larguar. Në shumë raste këto mbetje prishin pamjen, por jo vetëm kaq. Kjo gjendje ka nxitur reagime për qytetarët, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe një angazhim të madh nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, mirëmbajtja e varrezave nuk duhet të jetë një proces sporadik apo i kufizuar vetëm në raste të caktuara, por një shërbim i vazhdueshëm dhe i organizuar. Ndërmarrja e shërbimeve publike dhe sektori përgjegjës për administrimin e varrezave duhet të rrisë nivelin e përgjegjësisë dhe të sigurojnë pastrim të përditshëm, sidomos në zona ku grumbullimi i mbetjeve është i dukshëm. Nga ana tjetër, mungesa e koshave për mbeturina dhe organizimi jo efikas i hapësirave për depozitimin e përkohshëm të mbetjeve duket se e përkeqësojnë edhe më tej situatën. Në disa pjesë të varrezave, qytetarët detyrohen të lënë mbeturinat pranë rrugës për shkak të mungesës së alternativave të tjera, çka krijon një cikël të vazhdueshëm ndotjeje. Mirëmbajtja e varrezave është një detyrim moral dhe qytetar, duke përfshirë jo vetëm pastrimin, por edhe kujdesin për gjelbërim, sistemimin e rrugicave dhe menaxhimin e mbetjeve në mënyrë të kontrolluar. Bashkia dhe ndërmarrjet e saj duhet që të hartojnë një plan të qartë mirëmbajtjeje, i cili përfshin ndërhyrje të rregullta, monitorim të vazhdueshëm dhe sensibilizim qytetar. Gjithashtu, duhet të konsiderohet vendosja e sinjalistikës informuese, si dhe rritja e pranisë së punonjësve të shërbimit në terren. Në fund të fundit, varrezat nuk janë thjesht një hapësirë fizike, por një vend ku ruhen kujtimet dhe respekti për ata që nuk jetojnë më. Kujdesi ndaj tyre reflekton kulturën dhe ndërgjegjjen qytetare të një komuniteti. Për këtë arsye, qytetarët e Vlorës kërkojnë më shumë vëmendje, më shumë përgjegjësi dhe më shumë respekt për të hapësirë kaq të rëndësishme.